është auditim që do të kryhet në kuadër të auditimeve të performancës. Qëllimi i këtij auditimi është që të vlerësojmë problematika dhe sfidat sa i përket burimeve të ripërtërshme të energjisë në Kosovë, si dhe rolin që kanë rregullatorët përgjegjës dhe kost sa i përket objektivave të BRE-s në Kosovë. Një auditim tjetër i cili tashmë vetë se ka filluar është mbrojtja, zhvillimi dhe ripërthirja e hapësirave pyjore. Qëllimi i këtij auditimi është të vlerësoj efektivitetin e masave dhe politikave që ndjekin institucionet përgjegjëse për mbrojtjen, zhvillimin dhe ripërthirjen e hapësirave pyjore në Kosovë. Siguria dhe të drejtat e konsumatorëve në Kosovë është një prej auditimeve të cilat do të kryen dhe do të publikohen gjatë këtij viti. Po ashtu, në bashkëpunim me kontrollin e lartë të shtetit të Shqipërisë, kemi iniciuar një auditim paralel. Është auditimi i tretë me radhë që kryhet së bashku me kontrollin e lartë të shtetit të Shqipërisë dhe auditimi tema në cilën jemi fokusuar është mbrojtja dhe siguria e digave në Kosovë dhe Shqipëri. Kosova përballet me sfida të konsiderueshme në menaxhimin dhe sigurimin e burimeve të saj ujore për shkak të rezervave të kufizuara dhe ndikimeve të ndryshme klimatike. Rreziqet e mundshme për dëmtim të digave për shkak të vjetërsisë së tyre, por edhe nisur nga ngjarja e fundit në kanalin e Iber-Lepens, kanë qenë arsyet kryesore që së bashku të zhvillojmë këtë auditim. Po ashtu në fushën e auditimit të teknologjisë së informacionit, të cilat kryen në kuadër të auditimeve të performancës, janë 3 auditime. Është platforma për ofrimin e shërbimeve online e-Kosova, e cila tashmë vetë ka filluar, është sistemi i tatimit në pronë, si dhe auditimi i integrimit të sistemeve, krijimin e deponisë së shënimeve dhe implementimin e inteligjencës së biznesit. Duke marrë parasysh edhe rëndësinë që kanë rekomandimet e auditimit dhe zbatimi i tyre, këtë vit kemi vendosur të kryejmë një auditim përcjell të zbatimit të rekomandimeve të raporteve të auditimit të performancës të vitit 2019. Të nderuara media, sot para jush do të prezantoj rezultatet e 3 raporteve të auditimit, të cilat do të publikohen sot dhe të njëjtat janë dërguar edhe tek palët e audituara dhe në kuvend. Ashtu siç ju paralajmërova më herët, raportet të cilat do të publikohen sot është efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, efikasiteti në realizimin e projektit rehabilitimi linjës 10 hekurudhore, Hani e Lezit Leshak, si dhe raportin e auditimit të pajtueshmërisë për KMDK-n. Në lidhje me auditimin efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, konkluzioni i përgjithshëm është se komuna e Prishtinës gjatë periudhës 2021-2023 nuk ishte efikase as efektive në procese nga lëshimi i lejeve të ndërtimit deri tek pajisja me certifikata të përdorimit. Ka mungesë të kontrolleve gjatë lëshimit të kushteve ndërtimore, trajtim jo të barabartë të kërkesave për leje ndërtimore, mungesë të inspektimeve të mirëfillta dhe të rregullta, si dhe mekanizmi për pajisje me certifikat të përdorimit nuk është efektiv. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë viteve 2017-2021 janë pajisur me certifikat të përdorimit. Sipërfaqja ndërtimore e lejuar në leje të lëshuar krahasuar me kushtet ndërtimore është e kaluar deri në 56%, apo në 3 deri në 5 kate më të larta se sa janë paraparë në plan. Vonesat në lëshimin e lejeve ndërtimore sillen nga 3 deri në 30 muaj. Kjo rrjedh si rezultat i shpërndarjes jo të duhur të detyrave tek zyrtarët përgjegjës, ku një zyrtari është deleguar trajtimi i rreth 100 lejeve të ndërtimit, ndërsa një tjetri vetëm 2. Për më tepër, zyrtari i mbi ngarkuar kishte edhe detyra tjera shtesë brenda komunës. Për shembull, zyrtari në fjalë kishte 455 detyra shtesë, ndërsa ai që kishte trajtuar vetëm 2 leje ndërtimi kishte vetëm 48 detyra. Gjithashtu shpërndarja e inspektimeve tek inspektorët nuk është proporcionale. Nga 10 inspektorë sa ishin, vetëm një inspektori janë ndarë mbi 50% të lëndëve, që ne kishim testuar, ndërsa pjesa tjetër u ishte caktuar nën të tjerëve.
Koncentrimi i procesit të lëshimit të lejeve dhe inspektimit tek numër i kufizuar i zyrtarëve nxit dyshime për objektivitet dhe integritetin e procesit të dhënies së lejeve dhe inspektimit. Kishte vonesa në përgjigje ndaj kërkesave të investorëve për inspektim nga 8 deri në 60 ditë, gjë që ka ndikuar edhe në uljen dhe vullnetin e investitorëve për të bërë kërkesë për inspektim. Prishtinës i mungojnë planet rregulluese të detajuara e përpasojnë ndërtimet janë zhvilluar pa ndonjë strukturë urbane. Komuna e Prishtinës ka dështuar në hartimin dhe nxjerrjen e planeve rregullative të detajuara. Si pasojë e kësaj, parcelat e tokave nuk ishin ridestinuar para dhënies së lejeve të ndërtimit. Për shembull, nga toka bujqësore në atë ndërtimore për të lehtësuar dhënien e lejeve me kohë. Për më tepër, ridestinimi i tokave bujqësore për ndërtim shpesh vonohet deri në fazat përfundimtare të procesit të ndërtimit dhe dhënies së certifikatës së përdorimit. Po ashtu kemi vërejtur se ndërtesave të planifikuara me 8 dhe 10 kate u janë shtuar 3 deri në 5 kate për te kushteve ndërtimore, duke mbingarkuar qytetin me struktura që nuk përputhen me planin e përgjithshëm rregullues urban dhe duke rrezikuar cilësinë e ndërtimit dhe rrjedhimisht edhe sigurinë e qytetarëve. Shtimi i shërbimeve publike nuk është në përputhje me numrin e lejeve të lëshuara e as me planet e përgjithshme. Komuna, edhe pse çdo vet lëshon me qindra leje të ndërtimit, nuk është siguruar që në përputhje me këtë numër të shtojë mjaftueshëm edhe infrastrukturë rrugore, shërbime shëndetësore e as transport publik. Ani pse komuna në planet e saj parashet dhe shtimin e shërbimeve publike për shtimin e numrit të banorëve. Vitet e fundit kemi vërejtur se vetëm një qendër e mjekësisë familjare është shtuar, ndërsa nuk ka rritje në numrin e qerdheve dhe objekteve arsimore. Inspektimet e vonuara dhe të paplanifikuara rrezikojnë sigurinë, cilësinë dhe pamundsojnë korrigjimin e tëmetave të mundshme. Kryerja e inspektimeve pa plan dhe pa ndarje të qartë detyrave dhe përgjegjësive ka bërë që numri i inspektimeve të jetë shumë më i ulët krahasuar me numrin e lejeve të lëshuara. Shumica e inspektimeve nga ana e komunës janë shumë të vonshme dhe bëhen vetëm pasi ndërtimi të jetë përfunduar. Për më tepër, Komuna e Prishtinës, përmes një udhëzimi administrativ, sa i përket inspektimeve në proces të ndërtimit për qëllime të mbikëqyrjes, i ka lënë në duar të vet investitorit. Mos inspektimin nga komuna në fazat të mëhershme dhe mungesa e kontrolleve në inspektimet e kryera nga investitori nuk ofrojnë siguri që ndërtimet janë në përputhje me projektet që janë të sigurta për banim e as që materiali i përdorur është i cilësisë së duhur. Për më tepër, mbështetja e komunës në inspektime të realizuara nga vet investitori e rrit edhe më shumë rrezikun për ndërtime jo cilësore dhe jo të sigurta. Gjithashtu edhe pse disa nga ato të realizuara, këto inspektime pas ndërtimit janë shumë të vonshme dhe vështirësojnë korrigjimet në rast se janë të nevojshme dhe dëmet potenciale janë vështirë të riparueshme. Më tutje, praktikat e komunës për certifikatat e përdorimit rrezikojnë sigurinë dhe të drejtat e pronësisë së qytetarëve dhe interesat financiare të vetë komunës. Pjesë e madhe e obligimeve financiare që investitorët i krijojnë kundrejt komunës me rastin e marrjes së lejes për ndërtim janë paguar me vonesa të dukshme. Ani pse komuna ka disa mekanizma për të siguruar inkasimin e këtyre mjeteve, siç është pagesa me këste dhe në rast të dështimit për pagesë, komuna ka të drejtë të konfiskojë garancionin nga kompania sigurimit, mirëpo që në asnjë rast të testuar nuk kemi gjetur se komuna ka përdorur këtë mundësi. Mirëpo komuna më së shpeshti e praktikon kushtëzimin me mospajisjen e investitorit me certifikat të përdorimit, pa përmbushur këto obligime, i cili është hapi i fundit i përfundimit të ndërtimit. Kjo mundësi që investitori mos të obligohet të paguajë në vazhdimsi, por vetëm në fund, rrezikon por edhe e dëmton buxhetin e Kosovës dhe interesin e qytetarëve. Për më tepër edhe në rastet kur investitori ka vullnetin që të pajiset me certifikat të përdorimit,
Komuna ka vonuar deri në 488 ditë ose mbi 16 muaj në rastin më të gjatë, që ta pajisë investitorin me të. Prandaj shumica objekteve të ndërtuara nuk pajisen me certifikat të përdorimit edhe pse lëshohen për banim. Komuna nuk ka zhvilluar mekanizma funksional që obligojnë investitorin që pas inspektimit final dhe para se objekti të lëshohet për banim të pajiset me certifikat të përdorimit. Objektet vetë se kanë filluar të shfrytëzohen për banim, pa u lëshuar certifikata, pa e kaluar fazën kontrolluese për të siguruar që objekti është i sigurt për banim. Blerësit e këtyre banesave, përveç që nuk e kanë sigurim për banim, nuk e gëzojnë të drejtën, as të bëhen pronar legjitim të tyre, e që përpasoj këto prona as nuk mund të përdoren si siguri financiare për ka që është hipotek, as nuk mund të tjetërsojnë apo shesin ligjërisht. Për më tepër në mostrat tona kemi identifikuar që kishte projekte që kishin marrë kohë afër 14 vite nga marrja e lejes për ndërtim e deri tek pajisja me certifikat të përdorimit. Kjo duke mos marrë parasysh ata investitor që nuk kanë bërë as kërkesë e që kohëzgjatja e realizimit të këtyre projekteve nuk dihet. Të nderuara media, për të siguruar se janë vendosur procedurat të duhura dhe funksionale për trajtimin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, ne kemi dhënë 7 rekomandime për komunën e Prishtinës. Auditimi tjetër me radhë, për cilin do të vazhdoj, është efikasiteti në realizimin e projektit rehabilitimi i linjës 10 Hekurudhore Hanje Lezit Leshak. Për realizimin e këtij projekti janë siguruar financime të konsiderueshme nga disa burime ndërkombëtare dhe kombëtare, të cilat pas përtritjes së disa marrëveshjeve nga Infrakos dhe Qeveria e Kosovës dhe me palët e tjera në vitin 2023 kanë arrit në vlerë 250 milion euro. Në vitin 2015, Infrakos, duke u mbështetur nga Qeveria e Kosovës, kanë nënshkruar marrëveshje në vlerë për 208 milion euro me BERSH, Bankën Evropiane të Investimeve, e cila është ratifikuar më pas në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Tutje në vitin 2023, nevoja për hua shtesë si pasojë e vonesës në realizim ka bërë që të kërkohen edhe 38 milion euro hua dhe 4 milion euro fonde të tjera, të cilat e rrisin vlerën totale të projektit në 250 milion euro. Gjatë viteve 2015-2024, për projektin rehabilitimi i linjës Hekurudhore dhe linja Hanje Lezit Leshak, janë paguar 92.3 milion euro apo 37% e fondeve të ndara. Nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se realizimi i shpenzimeve për këtë projekt nga viti 2008 deri në vitin 2020 ka qenë shumë i ulët. Një progres më i mirë fillon në vitin 2021, përderisa në vitet 2022-2023 pati një rritje të ekzekutimit të punëve dhe shpenzimet arritën në rreth 45% krahasuar me periudhën paraprake. Megjithatë, derisa po raportojmë, projekti është ende larg realizimit të objektivave të përcaktuara. Konkluzioni ynë i përgjithshëm është se Infrakos së bashku me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministrinë e Ekonomisë, nuk ishin efikase në planifikimin dhe menaxhimin e projektit për rehabilitimin e kësaj linje. Aktorët relevant për realizimin e këtij projekti nuk kanë qenë të përfshirë në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë procesin. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk ishte përfshirë në negociata për marrëveshjen e financimit. Ministria e Ekonomisë nuk ishte përfshirë në monitorim të realizimit të projektit, ndërsa Infrakos, anipse e përfshirë dhe përgjegjëse për zbatimin e projektit, nuk ishte ndërmarrë mjaftueshëm veprime për përfundimin e projektit sipas kontraktimit, as në aspektin kohor e as në projektin ekzekutiv. Mungesa e komunikimit, mungesa e ekspertëve adekuat, pamjaftueshmëria në angazhim dhe vendimarrje nga palët përgjegjëse kanë ndikuar që realizimi i projektit të jetë jo efikas. Sipas marrëveshjes së vitit 2015, ky projekt është dashur të finalizohet i tëri në vitin 2019, por që edhe në fund të vitit 2024 projekti ende gjendet larg përfundimit.
Përkundërse një progres i dukshëm i kryerjes së punimeve vërehet gjatë viteve 2022 dhe 2023, prapse edhe pas do të 5 vite pas kohës së caktuar për finalizim të tij, realizimi i punëve është 60% për fazën e parë, 32% për fazën e dytë, ndërsa për fazën e tretë nuk ka ende as projekt të dizajnuar. Disa nga mangësitë tjera kryesore të identifikuara janë: realizimi i projektit është përcjell me vonesa të gjatura në çdo fazë si dhe kosto për te planifikimet. Rehabilitimi i kësaj linje nuk është bërë në kohën e paraparë, përkundër ndryshimeve të shumta që janë lejuar punëkryesjet krahasuar me kontratat fillestare. Këto ndryshime kanë rezultuar me kosto shtesë dhe provizionale të lartë përmendura dhe vonesa të mëdha në realizim. Për më tepër, ndër pozicionet kryesore të këtij projekti ishin edhe 7 tunele të cilat lidhin linjën 10 Hanje-Lezit, Fushë Kosovë-Hanje-Lezit, që nga viti 2019, kur është nënshkruar kontrata, vetëm tuneli 6 dhe 7 janë afër përfundimit, edhe pse në të dy tunelet ka pasur shembje të tyre. Ndryshimet të mëdha në kontrata dhe nevoja për huamarrje shtesë si shkak i vlerësimit jo të duhur të nevojave. Asnjëri proces i ndërlidhur me këtë projekt nuk ishte bazuar në nevoja reale, as kontratat për dizajn, as ato për asistencë teknike, as ato për kryerje të punëve e as për mbikëqyrje. Nisur nga këto ka lindur nevoja për rishikime të çmimeve, kosto më të larta se ato të kontraktuara, shpenzim i mjeteve për punët pa planifikuara. Rrjedhimisht këto ndryshime kanë sjellë edhe nevojën për huamarrje shtesë në vlerë prej 38 milion euro. Për më tepër edhe largimi komponenteve të sinjalizimit dhe elektrifikimit sipas planifikimit fillestar të Infrakos parashikohet të rezultojë me kosto shtesë rreth 55 milion euro. Të tjera. Po ashtu në vitin 2019, nga obligimet e kontraktorit janë larguar edhe 14 ura metalike, edhe pse 2 ura kontraktori i ka dorëzuar në terren, por nuk janë pranuar nga Infrakos sepse nuk ishin në përputhje me marrëveshjen. Procedurat e kontraktimit dhe menaxhimit të kontratave ishin përcjellë me mangësi të mëdha, rrjedhimisht kishte ndryshime të mëdha në projekt. Metoda e përdorur për kontraktim nuk ishte metoda e duhur, pasi që për projekte kaq komplekse preferohen metoda që lejojnë fleksibilitet në dizajn e që realizimi i këtij projekti ka dëshmuar që kishte nevojë për ndryshime. Këtë gjë kishte konstatuar edhe asistenca teknike e kontraktuar nga Infrakos. Me vonesa ishin përcjell edhe proceset e vlerësimit, ndryshimet e çmimeve pa një tavan të caktuar për ndryshim dhe po ashtu nuk ishin caktuar menaxher për kontrata individuale. Mungesa e menaxherit ka zvogëluar tutje mundësinë për identifikimin e ngecjeve me kohë dhe ndërmarrjen e masave të ndryshme për të zvogëluar efektet negative. Për më tepër, organi mbikëqyrës kishte zbuluar se një nën-kontraktor kishte mashtruar me llojin e betonit që e ka përdorur. Infrakos kishte kërkuar nga kontraktori kryesor që të largohet ky nën-kontraktor sa i përket furnizimit me beton. Njësia për implementimin e projektit nuk ishte arritur të ushtrojë ndikimin e saj në realizimin e projektit. Kjo njësi nuk ishte efektive as sa pritej në rolin e saj, duke marrë parasysh se asnjëherë nuk ishte e plot, vazhdimisht kishte ndryshime të anëtarëve të saj. Për përzgjedhjen e tyre nuk kishte ndonjë procedurë të caktuar deri në vitin 2022, kur është hartuar rregulloria e cila parashë mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve. Ende dhe sot kjo njësi vazhdon të jetë jo e plot dhe me ushtrues detyre të kryesuesit. Mbyllja e linjave Fushë Kosovë-Hanje-Lezit dhe Fushë Kosovë-Mitrovic përveç se jo transparent ka edhe koston e saj. Rehabilitimi i kësaj linje, sipas kushteve të kontratës, është dashur të realizohet me linjën nën operim. Mirë po pasi teknikisht edhe praktikisht ishte e pamundur, Infrakos me një njoftim të thjeshtë në autoritetin rregullativ të hekurudhave, pa vendim nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka mbyllur për qarkullim këtë linjë që nga viti 2020 për udhëtar e 2021 për mallra. Përderisa linja Fushë Kosovë-Mitrovic që nga viti 2022 ka qenë mbyllur edhe për mallra edhe për udhëtar, për të siguruar kontraktorit kushte për të punuar. Kjo për dallim nga linja drejt Hanit e Elezit ishte e paraprakisht në kontratë.
Këto linja edhe në fund të vitit 2024 nuk janë funksionale dhe nuk janë në dispozicion për përdorim nga qytetarët dhe bizneset. Për të siguruar se janë rritur angazhimet e palëve të përfshira, e që rrjedhimisht do të ndikonin në përmirësimin e procesit dhe rritjen e efikasitetit për të përfunduar këtë projekt, kemi dhënë 11 rekomandime. 2 rekomandime janë dhënë për Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturën, 2 për Ministrinë e Ekonomisë, përkatësisht njësinë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike dhe 7 për infrakosen. Auditimi i tretë me radhë, i cili do të publikohet po ashtu sot, ka të bëjë me vlerësimin e pajtueshmërisë së kontratës, mirëmbajtja dhe riparimi i infrastrukturës në deponitë sanitare dhe stacionet e transferit të KMDK-s, apo Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës. Objektivi i këtij auditimi të pajtueshmërisë kishte për qëllim të vlerësoj nëse kompania ka bërë menaxhimin e kontratës në përputhje me legjislacionin fuqi. Kompania në shtator të vitit 2021 kishte lidhur kontratë publike kornis, mirëmbajtja dhe riparimi i infrastrukturës në deponitë sanitare dhe stacionet e transferit me vlerë totale indikative prej 1.4 milion euro për periudhën 3 vjeçare përkatësisht 36 muaj. Ndërsa sipas auditimit shpenzimet për këtë kontratë deri në qershor 2023 ishin 1.7 milion euro. Konkluzioni i auditimit është se kompania nuk ka arritur të bëjë menaxhimin e kontratës sipas kërkesave ligjore. Devijimi nga kushtet e kontratës është material për faktin se në 8 pozicione lidhur me menaxhimin e kontratës, sasitë e parashikuara me kontratën korniz ishin tejkaluar mbi limitin e lejuar ligjor prej 30%, ndërkohë që 46 pozicione tjera nuk ishin realizuar fare. Pra tejkalimet e sasive të kontraktuara për pozicionet të caktuara ishin me një kost të shtesë prej rreth 1 milion euro, mbi pragun e lejuar prej 30%. Tejkalimet sasiore të këtyre pozicioneve ishin prej 60% deri në 3900% dhe vlera e sasive të kontraktuara ishte 304.000 euro, ndërsa vlera e sasive që janë shpenzuar për këto pozicione ishte 1.3 milion euro. Bazuar në analizat tona, konsiderojmë që kontrata kishte ndryshim thelbësor sa i përket sasive. Si rezultat i kësaj, nëse i krahasojmë furnizimet e realizuara të kësaj kontrate me çmimet e ofertës së dytë të përgjithshme të kësaj procedure, rezulton që kostot e furnizimeve të tilla do të ishin më të ulta për rreth 850.000 euro. Për më shumë, kjo kontratë kishte mungesë të dokumentimit dhe mos përputhje të konsiderueshme midis sasive të faturuara dhe atyre të dokumentuara, posaçërisht për zhavar dhe orët e punës së makinerive. Pjesë të konsiderueshme të punëve dhe furnizimeve të pranuara do të i mungojnë dokumentacioni, duke rezultuar në vlera të faturuara por të pajustifikuara. Në 11 raste kemi vërejtur se raportet e pranimit ishin nënshkruar nga personeli i kompanisë, mirë po kompania nuk ka arritur të na ofrojë dëshmi se nga kush janë themeluar këto komisione. Pra pagesat janë certifikuar për punë të pranuara nga komisione që nuk janë caktuar me vendim të kryeshefit ekzekutiv si person i autorizuar. Për të eliminuar mangësitë e identifikuara dhe për të adresuar çështjet për përmirësim në të ardhmen, ne kemi